Në Pogradec ka përfunduar pastrimi monumenteve të Kutelit dhe Lazgushit. Gjithçka është bërë në kujdesin e Bashkisë Drejtorisë së Turizmit, Trashëgimisë Kulturore dhe Rinisë, si dhe një shoqate në drejtimin e zotit Piero Doda. Si rrjedhoi, janë vetë ofruar një grup pedagogësh e studentësh të degës së skulpturës në Universitetin e Arteve në Tiranë për ta kryer procesin e pastrimit. Monumentet kishin pësuar një bashkim të pluhurit me lagështirën dhe shirat acidik kishin shkaktuar një ngjeshje të materialeve të dëmshme, duke bllokuar shtresën e patinës fillestare të bronzit. Pasi u krye pastrimi deri në sipërfaqen fillestare, pa i dëmtuar skulpturat dhe patinat e tyre, u bë pastrimi me kimikatët e duhura, të cilat nuk i dëmtojnë, por i pastrojnë ato rrënjësisht. Pas pastrimit, në fund u bë lucidimi me spraj me bazë dylli, që i mbron ato për disa vite dhe i riktheh në pamjen e mëparshme. Monumente të tilla që ndodhen në hapësira me era, lagështirë dhe luatje temperaturash ka nevojë për mirëmbajtjen e tyre një herë në 3 vjet. Kolli i mirëmbajtjes është që këto një herë në 2-3 vjet duhet pastrohen. Edhe atëre solucionet janë më të lehta dhe pastrimi është më i kollajshëm. Nëse këto kalojnë shumë vite, siç kanë kaluar, atëre ai pisliku ambiental, shirat, acid, pluhurat e ndryshëm që vijnë në periudha të ndryshme, lagështira të gjitha, e ngjeshin pislikun dhe krijojnë një stres që pastaj bëhet më e vështirë për t'u hequr. Edhe duhet një protokoll tjetër me medikamente për bronzin që të jenë më specifike. Kujtojmë se prej vendosjes së statujave në Pogradec, pastrimi i bronzit nga ndotjet atmosferike nuk ishte bërë deri më tani. Statujat mbajnë firmën e mjeshtrit të skulpturës Muntaz Dramit.